Unë kisha pas dëshirë të ju them dëgjuesve, shikuesve, se pari duheni njëri tjetrin. Duheni respektoni njëri tjetrin, ndihmoni njëri tjetrin. Sepse po të ishte lufta e ushtrisë shqiptare të Kosovës, siç jemi sot, do e kishim me vështirë për të bon luftën që e kemi bon në vitin 1998-99, të gjithë populli, pa dallim moshe, ka qenë në mbështetje të ushtrisë shqiptare të Kosovës. Edhe sot, thëmë vllazën e motra, se të gjithë jemi të barabartë, si para Zotit, si para ligjit, si para të gjitha senave, jemi të barabartë, ju kisha lutë të gjithë atyre njerëzve që e shiqojnë këtë video ingjëzim, këtë storje, që të dujnë njëri tjetrin, të respektojnë njëri tjetrin, të ndihmojmë njëri tjetrit, siç kemi ditur në kohën e luftës, të jemi të bashkuar, të jemi se sa më të bashkuar, siç ka thonë edhe modhi Gjergj Kastrioti, nëse jemi të bashkuar, s'ka kush që mund të na thej. Por nëse jemi njën nga një, mund të na thënë çdo kushi. Kështu që e kam një porosi të rritë. Duheni njëri tjetrin, ndihmoni njëri tjetrin dhe duhet sikur të kishe vëlla. Për arsye sepse kanë hjek brezat e tërë me shekuj, me vite me shekuj kanë hjek për lirinë që e gëzojmë ne sot. Nuk është vetëm lufta e ushtrisë shqiptare të Kosovës, po ka pas luftra qyshe të mahershme, se me data kanë problem tash pak edhe me majtë në men, kështu që ka pas edhe luftra, të njëherë ju kanë thonë kaçak. Ka pas luftra edhe ma heret, mirë po, se kanë pas fatin për të çliruar vendin. Mirë po, ata e kanë nisë dhe ushtria shqiptare e ka betisë, thëmë në populli, në gjuhën popullore. Shumë faleminderit. Kënaqësi dhe imja, faleminderit shumë. Kur do herë na jena t'gatshëm me dhonë edhe ma shumë për popullin, për Kosovën, për çka do që është nevoja. Ju faleminderit.